Pas një ndërprerje të përkohshme për shkak të fushatës zgjedhore, Bashkia Lushnjë dhe Drejtoria e Pasurisë Publike kanë filluar punimet në disa segmente rrugore brenda qytetit dhe në njësitë administrative përreth. Prej ditësh janë hapur disa kantiere ndërtimi që synojnë përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe përmbushjen e një stër premtimesh të dhëna ndaj qytetarëve. Në fshatin Koçaj, njësia administrative Fier Shegan ka nisur rehabilitimi një rrugë me gjatësi 1300 metra linear, një segment që ka qenë shqetësim i hershëm për banorët. Investimi parashikon asfaltimin e plotë të rrugës dhe ndërtimin e infrastrukture moderne që do të lehtësojë qarkullimin dhe jetën e përditshme në këtë zonë rurale. Po ashtu, ndërhyrje intensive po bëhen edhe në lagjen Karbunar, rajoni nr. 5, konkretisht në rrugët Behie, Levonja dhe Ali Pasha, të cilat përbëjnë një nyje të rëndësishme lidhjeje brenda lagjes. Segmenti prej 1100 metrash është drejt përfundimit dhe do të jap fund problematikave të mbartura prej vitesh nga banorët. Me këto dy investime të reja me një gjatësi totale prej 2.4 kilometrash, Bashkia Lushnjë konsideron këtë një nga projektet më të mëdha infrastrukturore të këtij viti. Bashkia është kthyer në një kantier ndërtimi. Kjo është një dëshmi konkrete e angazhimit ton për të përmbushur premtimet dhe për të zhvilluar jo vetëm qendrën, por edhe zonat rurale përreth, u shpreh kryetaria e bashkisë zonja Riselda Sefa. Banorët e fshatit Koçaj dhe të lagjes Karbunar kanë pritur më shumë se 30 vite për një ndërhyrje serioze në infrastrukturën rrugore. Ata shprehen të kënaqur që më në fund po realizohet një investim me standarde i cili do të përmirësojë ndjeshëm jo vetëm qarkullimin por edhe transportin e produkteve bujqësore drejt tregut. Të tilla investime të realizuara në bashkëpunim me fondet e Bashkisë Lushnjë tregojnë për kushtimin për një zhvillim të qëndrueshëm dhe afatgjatë në të gjithë territorin e bashkisë, theksoi drejtori i Pasurisë Publike.